Biznesi i vogël dhe i mesëm ishin në fokusin e radhës së kandidatit për deputet të Partisë Bashkimin për të Drejtat e Njeriut, pjesë e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Petro Gjikuria. Ky i fundit më në fokus biznesin e vogël u ndal në Bashkinë e Finiqit, aty ku në disa fshatra të kësaj bashkie ka shkuar në çdo biznes për të takuar nga afër administratorët e tyre, ku me gjithë secilin ka biseduar gjatë. Në fokusin e takimeve në çdo biznes ishte shpalosja e programit të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, e cila garanton fuqisim të kategorive të këtij biznesi, teksa në çdo biznes tek administratorët u shpërndan fletpalosje të cilat shpalosin programin e ASHM-s me në qendër biznesin lokal. Gjikuria u ndal po ashtu në Livadja, Mesopotan, si dhe fshatrat të tjerë të Bashkisë së Finiqit, duke biseduar me administratorët dhe për problematikat që has sot biznesi lokal. Bara e taksave të larta është nxjerrë nga administratorët e biznesit si problematika më madhore e tyre. Një shumëllojshmëri taksash me vlera të larta, të cilat godasin sot biznesin e qarkut të Lorës, por jo vetëm. Pikërisht në fokus të programit të ASHM-s është reduktimi i taksave, të cilat Gjikuria garanton se gjatë 4 viteve të ardhshme do të jenë të reduktuara ndjeshëm për të hequr nga shpina e çdo biznesi këtë barë të rënd fiskale. Gjithashtu Petro Gjikuria tek biznesi prezantoi edhe nismën për reduktimin e çmimit të energjisë, që thuajse do të përgjysmohet, duke qenë një ndihmës e vyer për biznesin, duke i ndihmuar të kursejnë më tepër. Besimi i dhënë nga bizneset për programin e ASHM-s ishte tepër i lartë, teksa administratorët e shohin këtë program si ndihmës të vyer për ta. Petro Gjikuria përgjatë këtyre takimeve është takuar po ashtu përshëndetur edhe me 10 qytetarë, të cilët i kanë shprehur atij besimin. Gjikuria garanton se do të jetë në Parlamentin e Shqipërisë së zëri tyre për një përfaqësim dinjitoz e për të ngritur aty problematikat që shqetëson biznesin çdo ditë.